Investimet në rrjetin e kanalizimeve do të jenë mjaft të rëndësishme sa i përket punës së Bashkisë së Vlorës në vijim. Kryebashkiake Brunilda Mersini theksoi se bashkia po merr në administrim një pjesë të kanaleve të ujrave të bardha dhe të larta të qytetit. Një rëndësi të veçantë po i kushtohet pastrimit të kanalit të Naunkës për të sjellë një situatë pozitive edhe në këtë kanal, i cili është të jetë i rëndësishëm në kohë merreshje intensive shiu. Sipas kryebashkiakes Mersini, po koordinohet puna edhe me emergjenca civile me qëllim investime të ndryshme në rrjetin e kanalizimeve për të përmirësuar sistemin dhe për të shmangur përmbytjet. Qëllimi duke qenë se është një sektor i përfshirë në ndërmarrjen e shërbimeve publike, prandaj mendoj fjalën zoti Aliaj, mund të ishte mështerues, por duke qenë se procesi që unë risjarova, procesi i inventarizimit të këtyre kanaleve ka filluar dhe ne kemi marrë në dorëzim shumë nga këto kanalet, jemi treguar të ambiciozë, kemi paraqitur Ministrisë së Bujqësisë shumë projekte për pastrimin e këtyre kanaleve me prioritet për zonat të caktuara. Dhe në vazhdim të kësaj, ju e dini që një nga kanalet kryesore dhe kanali Naunkës është duke punuar edhe me ritme të shpejta, i koordinuar bashkë me emergjencat civile, me AKMC-n dhe me Bashkinë e Vlorës, dhe do bëhet dhe ndërhyrje pikërisht në këtë kanal për ta rikuperuar gjithë situatën që është problematike për përmbytjen e Vlorës, dhe mendojmë që ndërhyrjet në një nyje të caktuar të atij kanali do përmirësojnë ndjeshëm përmbytjen. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini dha një lajm mjaft të mirë dhe pozitiv sa i përket restaurimit të hidrovorit kryesor të qytetit të Vlorës. Sipas Mersinit, shumë shpejt pritet të nisë edhe projekti konkret, i cili do të bëjë të mundur ndërtimin nga e para thuajse të hidrovorit sa i përket godinës, por edhe pompave të reja. Ka filluar dhe do filloj zbatimi i kontratës së restaurimit të hidrovorit. Ndërmarrja e shërbimeve publike ka vënë në funksion edhe hidrovorin me 2 pompat në mirëmbajtje, por kontrata e tretë e cila ka filluar dhe zbatimi është grant, prandaj nuk janë përfshirë të gjitha këto në buxhet sepse disa janë grante. Kryetaria e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini e vendosi theksin edhe tek pastrimi i kanalit të ujrave të larta në lagjen 15 tetori, i cili është shumë i rëndësishëm për qytetin në kohë merreshje intensive shiu. Është pastrimi i kanalit të lartë që është mbi pjesën e liqenit tek spitali. Jo, kontrata e cila është lidhur. Kur thuhet kontrata është lidhur, atëre kur themi kontrata është lidhur, do thotë që fondi është i garantuar, prandaj lidhen kontrata dhe ka filluar dhe zbatimi i kësaj kontrate. Pra, në të gjitha aspektet që ne mendojmë që do të menaxhojmë situatën e përmbytjes, kemi filluar të ndërhyjmë. Mersini theksoi gjithashtu se Bashkia e Vlorës ka aplikuar edhe për një projekt sa i përket ndërtimit të një qendre të emergjencave në qytetin bregdetar, që do të bëjë të mundur gjithë koordinimin sa i përket emergjencave civile. Folëm dhe për emergjencat civile, po edhe kjo është një grant. Bashkia e Vlorës ka aplikuar me projekt nga urbanistika e vet për krijimin e emergjencës së re, qendrës së re të emergjencave civile, që do të jetë zona pranë angareve, dhe kemi menduar që do ta fitojmë dhe këtë projekt nëpërmjet grantit të AKMC-s, dhe do të dalim së shpejti me një qendër të re të emergjencave civile në qytet. Granti, po, duhet jemi shumë të, kur marrim granti do thotë që kemi projekte shumë të mira dhe ambicioze, edhe pa diskutim, kursejmë buxhetin për gjërat që kanë më prioritet dhe më rëndësi etike për qytetin, dhe jemi ambiciozë me projekte për të marrë grante.